Britania e Madhe distancohet nga qëndrimi amerikan në përshkallëzimin e tensioneve me Iranin. Kryeministri Keir Starmer deklaroi qartë se vendi i tij nuk mbështet bllokadën e porteve iraniane dhe nuk do të përfshihet në luftë. Në një reagim publik, Starmer theksoi si prioriteti kryesor i qeverisë britanike është hapja e ngushticës së Hormuzit, një arterie jetike për furnizimin global me energji. Sipas tij, kjo është mënyra më e shpejtë për të ulur çmimet e energjisë, të cilat janë rritur ndjeshëm për shkak të krizës. I pyetur nëse fajsonte presidentin amerikan Donald Trump për rritjen e kostove të energjisë, Starmer shmangu një përgjigje direkte, por theksoi se përgjegjësia kryesore bie mbi Iranin, i cili sipas tij ka kufizuar trafikun detar në shkelje të ligjit ndërkombëtar. Megjithatë, pavarësisht presionit ndërkombëtar dhe kritikave nga Washingtoni, Starmer mbeti i palëkundur në qëndrimin e tij. Ai deklaroi se Mbretëria e Bashkuar nuk do të tërhiqet në konflikt dhe çdo veprim do të jetë vetëm në funksion mbrojtës dhe në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Deklaratat vijnë në një moment tensionesh të larta, ku presidenti amerikan ka shtuar retorikën ndaj aleatëve, duke kritikuar edhe Londrën për qasjen e saj më të moderuar. Madje, Trump ka bërë krahasime historike, duke e vendosur Starmer në të njëjtën linjë me politikat e së kaluarës që konsiderohen të dobta ndaj kërcënimeve. Pavarësisht kësaj, qeveria britanike duket e vendosur të ndjekë një linjë diplomatike, duke bërë thirrje për ulje të tensioneve dhe bashkëpunim ndërkombëtar.